Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kujt ja merr të mendja kjo recet me qumësht zhduk rrudhat në fytyrë, ja si ta përdorni. Qumshti është një burim i pasur i kalciumit dhe proteinës dhe renditet në ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Qumshti jo i pasterizuar dhe i paskremuar i vjen në ndihmë lëkurës në mënyra më të ndryshme. Kundër rrudhave, me kalimin e moshës, lëkura e fytyrës hollohet dhe humbet elasticitetin. Rrudhat më pas shfaqen më shpejt, ndërsa lëkura vuan pasojat e ekspozimit në diell. Qumshti përmban acid laktik që përmirëson shëndetin e lëkurës dhe zbut rrudhat. Fal qumshtit, lëkura juaj bëhet më e lëmuar dhe më e plot. Heqja e qelizave të vdekura të lëkurës është e domosdoshme. Acidi laktik ndihmon në heqjen e tyre pa e dëmtuar më tej lëkurën siç ndodh me eksfoliantët e tjerë me bazë kimike. Qumshtin mundet ta vendosni direkt në lëkurë, nëse ajo është e yndyrshme, kura me qumësht duhet përdorur 3 deri në 4 herë në javë. Lëkurat e ndjeshme duhet të fërkojnë lëkurën e tyre me qumësht 1 ose 2 herë në javë. Kundër dëmtimeve nga dielli, ekspozimi në diell shkakton dëme të shumta në lëkurë. Një gjë e tillë e hollon lëkurën dhe e zbeh elasticitetin e saj. Acidi laktik zhbën dëmin e shkaktuar nga dielli dhe gjithashtu trash shtresën e jashtme të saj. Për më tepër, ky acid nxit prodhimin e kolagjenit, një proteinë që i jep lëkurës tuaj një paraqitje tepër të shëndetshme. Antioksidantët të cilët gjenden tek qumshti janë shumë të mirë edhe për të lehtësuar dhimbjet nga të djegurat e diellit dhe nga inflamacioni. Qumshti kundër njollave. Pigmentimi i lartë i lëkurës, njollat dhe gjithashtu çrregullimet të tjera në paraqitjen e saj vijnë si pasojë e melaninës, si një pigment i cili prish një tretshmërinë e lëkurës. Qumshti dhe gjithashtu acidi laktik ulin njëkohësisht sasinë e depozitave të melaninës në lëkurë, duke e zbardhur atë dhe duke ofruar kështu një paraqitje më të rregullt të saj. Qumshti ushqen lëkurën. Acidi laktik e ushqen lëkurën për aq sa ajo ka nevojë. Yndyrat tek qumshti krijojnë gjithashtu një shtresë mbrojtëse për lëkurën dhe njëkohësisht arrin që ta zbusin atë. Qumshtin ju mundet që ta vendosni çdo ditë në lëkurë për një ushqyerje më të mirë dhe më të plotë të saj. Ekspertët thonë se përfshirja e qumshtit në përkujdesin e lëkurës duhet të jetë rregullt dhe njëkohësisht njeriu ta pijë atë rregullisht. Qumshti i skremuar ndihmon kundër akneve dhe konsumi për mbi 3 muaj i tij përmirëson dukshëm paraqitjen e lëkurës. Sipas ekspertëve, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, të shmangen dhe njëkohësisht të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira të cilat do të zhdukin rrudhat nga fytyra juaj. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet bërë për çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh edhe rrudhat. Vitamina E. Kapsulet e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje.
Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në lëkurën tuaj, sidomos në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe gjithashtu një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajeni atë për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni derisa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado i zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për të paktën gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën më pas mbajeni atë në fytyrë për të paktën 10 minuta. Lëngu i limonit përmban gjithashtu vitaminë C dhe nxit edhe formimin e kolagjenit, i cili do të zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzieni një lugë gjelle me sodë buke dhe gjithashtu një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për plot të 10 minuta. Soda e bukës do të heqë qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut. Maska me limon kundër rrudhave. Për këtë maskë do t'ju duhet një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt dhe pak pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni lëngun e limonit. Lëngun më pas përzieni edhe me mjalt. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë për të paktën derisa të thajë dhe më pas pastroni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë të paktën 1 herë në javë dhe rezultati që do të shihni është se lëkura juaj do të ketë një pamje më të freskët dhe më pak rrudha. Lëkura juaj do të jetë e butë dhe e shëndetshme falë vitaminës E dhe C. Sipas ekspertëve, do të keni një lëkurë elastike dhe rinore falë flavonoideve të cilët gjenden pikërisht në agrume. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.